Një herë një kohë një njeri I urtë së bashku me nxënësin e vet kishin qenë duke u endur në vendbanime të ndryshme. Derisa në periferi të një fshatit kishin parë një shtëpi shumë të vjetër që më shumë I ngjasonte një kësolle. Hyn brenda dhe kur e pan, pasi trokitën ishte një njeri shumë I varfër që kishte shumë fëmijë. Tha, a ka bujrum? Duam të bëjmë konak tek ju. Tha, po si nuk ka, e tregoi zemërgjersinë e tij. Tha, ka, patjetër. Po ta dish se kjo pak që e kemi është edhe joti. Hyn brenda dhe ky I urti tha, më falo njeri, të pyes, me çfarë jetoni ju? Po tha, ja, siç është edhe vet, jemi në skamje të madhe, në fukarallëk të skajshëm. Kemi vetëm një lop, tha. Prej saj marrim qumështa, nxjerrim bukën e gojës prej prodhimeve të saj. Në rregull, tha I urti. E kaluan natën aty, edhe të nesërmen, pasi dolën, u larguan paksa e urdhrojnë nxënësin e vet. Tha, e sheh atë lopën? Tha, po. Shko dhe tha, tërhiqje për kapistre edhe dërgoje larg në lugin, të ik prej pronarit. Tha, o mosues, tha, po mos e gjina, na nderuan, tha, sa të varfër na bën konak, na pranuan, nuk bën ashtu. Tha, nëse do të vazhdosh të jesh nxënësi imi, pa tjetër ta bësh të që të themun. Dhe e bëri nxënësi. E bëri, po ju ngushtua shumë zemra. Ju ngushtua gjoksi nga dhimbja, I vinte gjina për shkretët të ngratët, të varfër dhe këtë të keqe t'ua bënd. Kaluan vitet, pas shumë vitesh, 5 ose 6 vitesh, I erdhi të kaloj rruga I ra nga ajo kasollja, po e pa se nuk ishte kasolle. Ishte bërë një shtëpi shumë e mirë, kishte shumë bakti I jashta, dukeshin shenjat e bollëkut të qarta. Edhe më shumë ju ngushtua gjoksi. Tha, sigurt ata të varfrit, ku nuk e kam pasur lopën, s'kam pasur me çfarë të jetojnë, kush e di ku kanë shkuar, tha. Edhe atë pak që e kishin, tha, u bëm sebeb ne që ta humbasi. Trokiti nuk e la kurreshtja që të vazhdonte. Trokiti dhe kur e pa, dolën të njëjtit. Tha, jeni ju që na keni pranuar para kaq shumë vitesh. Po, tha, jemi ne. Po tha, çfarë ndodhi? Që keni shumë më mirë. Tha, çfarë na ndodhi neve? Kishim vetëm një lop, tha, e dini ju. Po tha, pasi shkuat ju edhe lopa, tha, u humb. U detyruam, tha, kishim vetëm dy zgjidhje. O të vdisnim nga uria, o të qohemi dhe të kërkojmë, të punojmë, të gjejmë ndonjë rrugdalje. Filluam, tha, të punojmë në fshatin që e kemi fqinj, pastaj, tha, filloi të ecë më mirë puna, duke u shtuar, tha, si e sheh sot, elhamdulillah. Jemi në një gjendje shumë më të mirë. Edhe ne jetojmë në jetë dhe nuk lëvizim nga muret imagjinare që ja kemi ndërtuar vetes. Ka shumë nevojë që nganjëherë të na humben lopët. Mos I gjejmë baktit, mos I gjejmë sigurit. Nga njerë këto komoditetet e vogël, këto zonat tonat komfortit, nuk na lën të zbulojmë potencialin ton të madh që e kemi. E neve na duhet ta thejmë një herë këtë murin ton që e kemi krijuar, në cilin e kemi izoluar vetë brenda veten ton. Po e kuptuam se është vetëm mur imagjinar. Atëherë do ta nxjerrim potencialin ton maksimal. Ato siguritë e vogla, ato lopët që na sjellin të hyrje, ti lëshojmë. Le të shkojnë në lugina, nuk na duhet.